Zoti Qori, mirë mbrëma. Ty tani ne të kemi mirë mbrëma, si jeni? Mirë, ne të kemi tirur sepse kur nuk përgjigjet njeri fare, për një gjë, ne të gjejmë ty dhe të tresim. Se ti thua gjithmonë një gjë. Dhe ndihmon, në këtë rast ndihmon. Me status interesant kjo gjë. Po, thuar gjëra që nuk thot njeri në spektrin politik shqiptar. Po pra. Varoufakusin e cituam. Apo jo? Varoufakisin e cituam. Jo ti o zotrit. Jo, e kuptoj. Ti mund të thuash, unë them, po të thresë që i politikan shqiptar për këtë problem fshihet. Bile Framuri më tha njerë mua këtu, ku ka oligarkë në Shqipëri? Autocensur politike. Dhe autocensur politike, e kupton. Tani, çfarë mendon për këtë? Mu nuk e dija në të gjove në këto minuta që folim ne, këtu, foli Klotomori për si njëri ekonomisë që është e të gjitha, gazetari ekonomisë, ju që mendim keni, zoti Qori, për këtë, për Sazanin? Është bërë mirë kjo, apo? Unë e kam kritikuar këtë, se ne kemi bërë një diskutim bashkë rreth një vit më parë, që ti ke trajtuar si temë, edhe unë i mbeten të njëjtin qëndrim që kjo është një zbatje që i bëhet popullit shqiptar. Sazani, Zvërneci, se mos harroni që plani është të ndërtohet resort dhe Zvërnec, janë pasuria jone e përbashkët. Edhe këtë pasuri të përbashkët nuk mund t'ja falim askujt, qoftë ky oligark apo investitori i shqyrtuar strategjik vendas, qofshin biznesmen të lidhur me pushtetin politik në vende shumë të rëndësishme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Rama po të ketë dëshirë të dhurojë diçka, mund dhurojë shtëpinë e vet, ka me sa diu një shtëpi në malin e Dajtit, mund t'ia dhurojë zotit Kushner apo zonjës Trump, apo direkt presidentit Trump po doj, qofse do të bëj qoka edhe do të përmirësoj do pak pozitën e qeverisë së tij përballë qeverisë amerikane, por nuk ka asnjë të drejtë që të tjetërsoj pronën tonë përbashkët. Nga artikulli The Guardian, që besoj dhe ju jeni referuar, po edhe nga të tjerë artikuj investigativ që janë shkruar një vit e kusur më parë, ajo që kuptohet e që praktikisht ishulli i Sazanit do shndërrohet si një lloj ishulli privat. Pra një ishull për miliarderët, ku de facto pronësia do të jetë e investitorëve. Ishulli i Sazanit i vetmi ishull që ne kemi si republikë, një ishull sovranitetin real mbi cilin ka vështirësinë e kemi vendosur mbas luftës së dytë botërore, se kemi zotruar dot më herët, praktikisht po e falim. Edhe jo vetëm e falim, por meqense investitorët Kushner e Trump do të fitojnë edhe statusin investitori strategjik, qeveria shqiptare me parat tona do të sigurojë gjithë infrastrukturën e mundshme, nga uji i pishëm edhe gjithçka tjetër, në mënyrë që miliardat që ata do vënë përmes këtij investimi të jenë sa më të sigurta edhe sa më të dobishme për ta. Një problem tjetër që vjen nga mënyra se si po tjetërsohet ishulli i Sazanit ka të bëjë me procesin, me procedurat. Sepse dikush mund të thotë, po hajde mbase na duhet ta zhvillojmë për turizëm Sazanin. E harrojmë biodiversitetin, e harrojmë natyrën. E zëmë se ram dakord që ishulli i Sazanit do të shfrytëzohet për turizëm. Po pse nuk ka një thirrje ndërkombëtare, edhe që një grup, po themi, i pavarur gjykuesish për këtë çështje, të shqyrtojë kërkesat apo propozimet më interesante, si nga pikpamja ekonomike, ashtu dhe nga pikpamja mjedisore, dhe në fund fare të zgjedhë investitorin e duhur. Me sa kuptoj unë, këtu investitori është zgjedhur përpara projektit të investimit. Dhe zgjedhur zoti Kushner si përfaqësues një konglomerati investimesh, dhe kjo gjë tashmë po bëhet fakt i kryer. Unë përsëri nuk e kuptoj se çfarë dobie i sjell kjo populli shqiptar, edhe sigurisht ajo që mua më shqetëson rreth parë është lehtësia me cilën ne tjetërsojmë de facto sovranitetin e territorit të Republikës së Shqipërisë. Diçka e ngjashme ka ndodhur mbi fjalën me kampin e refugjatëve në Shëngjin të Lezhës, ku praktikisht qeveria shqiptare e jep atë territor, ja jep në përdorim për një afat që ende nuk dihet sa do zgjas qeverisë italiane, dhe aty brenda ligji shqiptar dhe institucionet shqiptare nuk kanë fuqi, nuk janë të plotshme. Për gjitha këto arsye mua më duket një transakcion të jetë problematik. Dhe nga nga tjetër do doja që të dëgjoja sa më shumë zëra në spektrin politik shqiptar kundër një transaksioni të tillë. Se nga njëherë unë vrej dhe njerëz që justifikojnë me një lloj kinse patriotizmi
Pra, me qënë se ne jemi aleat strategjik të SBA-s, atëherë duhet kujdesim edhe për interesat financiare të parefisit të presidentit të SBA-s. Gjithsesi unë duhet kujtoj që alianca jonë strategjike është me SBA-n si shtet, edhe me institucionet politike të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo me biznesmen apo me parefista të pushtetmbajtësve në SBA, sepse kam përshtypjen që SBA-ja është një shtet shumë më serioz nga ç'duan ta portretizojnë kur i shohin të transaksionet me kunatin, me vajzën, me kushërinë e funksionarit politik, si të ishin duke bërë tendera në një bashki të dorës tretë në Shqipëri. Pra, këtu frika ime është që keq kuptohen edhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Marrëdhëniet ndërkombëtare shihen si këto ortakëritë e pista me leje ndërtimi që ndodhin zakonisht mes kryeministrit, kryetarit të Bashkisë Tiranës, dikur edhe oligarkëve apo klientë të tyre, ndërkohë që edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare ne duhet të jemi shumë më serioz se sa kaq dhe nuk duhet ta vëmë Shqipërinë tonë asnjë cop territorit të Republikës së Shqipërisë në një pazar që është për tepër për interesa thjesht ekonomike, financiare dhe jo mirëfilli politike. Arlind, unë falenderoj shumë që na ndihmove me këto fjalë që the, domethënë me preshin të fundit që the që në këtë nuk duhet parë si fare fisni, po jo kur është të Hendri Trumpi tani dhe djali e kupton. Djali vajti në Beograd dhe ndërka. Po tani se e kemi bërë SBA-n si tjetë bashkia e fundit e Republikës së Shqipërisë tani. Po le të jetë Hendri Trumpit, le të jetë edhe i bira apo e bia Trumpit, shtetet janë shumë më serioze se sa marrëdhëniet parafisnore. Tani unë e kuptoj që edhe SBA-ja është një lloj tranzicioni. Tani përveç sepse aty duken ca simptoma që kanë qenë më tepër karakteristike përveç jetës që këta starje pas njeri... Shumë të qalë si Shqipëria, apo prapë se prapë institucionet dhe historia e Shtetit Amerikanë është shumë më komplekse dhe serioze. Arlind, okej, me ty jam unë, po përveç jetës këta, politikanë shqiptarë... Se nga jemi pyrë të kohë... Çdo gjë tjetër e japin tani për Trumpin dhe për... Jepi një dregë dhe merë në një gjë përfitim. Po tani, se Trumpi tani, vetëm ti fletëshurë, ndaj dhe të tirëm ne. Se ke parë ke dëgjuar njëri nga opozita, pyeti sa duhesh. Fshien, kam marrë unë telefon 20 vetës. Shpretsojnë ata, shpretsojnë derzin që të kenë do një kështu në shpirje syrja, në rriqe në ngrate. Gjan Gjin njeri nuk pranonte. Kam frikë që do dalë hush. Dakor, falenderoj shumë. Ka dhe një problem të ka ja, se ka diçka... Se po t'ishte dhe Andri Bidenit, për shemë sot do në gjende Belajan. Edhe nesër mund të vijë president tjetër atje. Ky thot që po erdhi në 7 presidentëve. Fëmijët e 7 presidentëve këtu mbaron dhe toka. Jo, mund të 28 kilometra. Po them tjetër. Është përmendur ky rast dhe është shqyrtuar gjatë në Komisionin e Timor të Kongresit Amerikan. Po të vijë nesër një president armik me Trumpin. Demokratët e kanë një nga kuajt e tyre të betejës. Çan koka i tani ai për para fletë për të gjithë Kanadaja shion ato kjo është tona. Do marrim dhe këtë, do marrim dhe atë për shtetin. Dërsa këto tjerat i merr me dhënien dhe me këta.